Njeriu, i cili e filloi politikën si socialist, përfundoi me LSI-n e Metës, u bë ministër i Ramës, më pas ishte armik i tij. Tani që është arrestuar Veliaj, është kthyer në një armik të drejtësisë, i luftës ndaj krimit dhe korrupsionit. Ylli Manjani ka shkuar në një ofertë për pazar të hapur politik për të bërë një amnisti, e cila duhet të shpëtojë Erion Veliajin, Ilir Metën, por edhe Sali Berishën. Sipas asaj që shkruan Manjani, që nuk dihet nëse vjen nga goja e tij si propozim, apo është ndonjë ofertë që Erion Veliaj lëshon si sinjal nga burgu i Durrësit, apo ndonjë silure lëshuar nga Edi Rama, sepse thuhet që parlamenti duhet t'i japë mesazh të fortë drejtësisë. Parlamenti duhet të amnistojë Erion Veliajin si njeri i votuar në detyrë. Pra, po ti jesh në detyrë dhe të kapin duke vjedhur, nuk duhet të jesh në burg. Duhet të rish në punë, të vazhdosh të vjedhësh apo të prishësh provat siç është rasti i Erion Veliajit. Sepse Manjani dhe të tjerë nuk e thonë që Manjani është burgosur pasi është provuar se ka qenë duke prishur provat. Janë gjetur fakte të pakontestueshme. Pa folur për Ilir Metën pastaj, që thotë që duhet të lirohet se ka qenë president, po i ka bërë keq partisë dhe vendit, jo shtetit. Po kjo amnisti, sipas Manjanit, duhet të lirojë edhe kryetarin e opozitës, pra edhe Sali Berishën. Duhet një amnisti që të peshojë më fort te ndjekja penale. Në fakt, për këtë fazë është shpikur koncepti amnisti, se për të dënuarit ka falje të individualizuar. Sot është momenti që parlamenti t'i jap një mesazh të fortë drejtësisë, veçanërisht ndjekjes penale, për fjalë goje, apo mesazhe celularësh, ndjekjes penale për inate politike kundërshtarësh, ndjekjes penale ndaj medias e gazetarëve, ndjekjes penale pa pasojë e fakte kriminale, ndjekjes penale që kënaq turmat dhe nxit drejtësinë popullore. Po, parlamenti duhet të amnistojë Erion Veliajin, si njeri i votuar ende në detyrë, dhe Ilir Metën, si president i këtij shteti, që nuk provohet ende t'i ketë sjell dëm shtetit. Mund t'i ketë sjell dëm e vetes e partisë së tij, por jo shtetit. Sigurisht që po, amnistia duhet të çlirojë kryetarin e opozitës nga çështje penale që janë pas një lidhje me të shkuarën e tij si kryeministër, bashkë me të edhe familjarët e tij, që janë në ndjekje penale, vetëm pse janë familjarët e tij, shkruan Manjani. Në fakt, i gjithë propozimi i Manjanit duket si një ofertë për palët për të mbledhur për të luftuar Spakun ku Ylli Manjani shkon dhe mbron kriminalët e tij, për të cilët është avokat. Institucioni që mbështetet ndërkombëtarisht, që mbështetet nga shqiptarët sepse po lufton korrupsionin, po çon pas hekurave zyrtar të lartë të korruptuar, e pabesueshme kjo. Në 35 vite, ndoshta ka për të kritikuar, mund të ketë problematika, por në fakt, lufta ndaj korrupsionit po bëhet. Kur thuhet SPAK, politikanëve, zyrtarëve të lartë dhe administratës të bashibozukëve, hajdutëve të korruptuar, u dridhen këmbët. Statusi i Manjanit, siç e theksuam dhe më lart, nuk dihet si vjen, si një kërkesë e Erion Veliajit, si një silure lëshuar nga Rama, si një ofertë për pazar, apo e kërkon Ylli Manjani për klientët e tij që ka të burgosur. Por kjo ka pak rëndësi. I rëndësishëm është fakti që po kërkohet një pazar që palët të shpëtojnë njëra tjetrën, dhe kjo vjen si ofertë nga Ylli Manjani, i cili dikur ishte flamurtar kundër korrupsionit të Erion Veliajit, tani është kthyer në një nga avokatët e tij publik. Dje një armik i madh i Edi Ramës, pardje ministri i tij, sot sërish flet me gjuhën e kryeministrit dhe pushtetit në mbrojtje të korrupsionit dhe kundër drejtësisë e luftës që po u bëhet përballë zyrtarëve tanë, jo të paaft, por të korruptuar, që Ylli Manjani i justifikon me zgjedhjen e tyre.